Paqa me ju, o vëllezër dhe motra. Sot vazhdojmë me leximin e kapitullit 16 të Ungjillit të Gjonit. Le ta kujtojmë, në këtë kohë jemi duke qenë të përgatitur për marrjen e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Kisha na përgatit me liturgjinë e fjalës. Të enjten ose të dielën që do të vi, do të kremtojmë ngjitjen e Krishtit në qiell. Pastaj, e javë ma vonë, të dielën do të jetë festa rreshajeve. Me le ta dëgjojmë sot Ungjillin. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Por tani po shkoj tek ai që më dërgoi. Dhe askush prej jush s'po më pyet, kah po shkon. Por pse ju thash këto, zemrat tuaja u mbushën me trishtim. Por unë po ju them të vërtetën. Është më mirë për ju të shkoj, sepse po shkova, ngushëlluesi nuk do të vi te ju, kurse po shkova, do ta dërgoj te ju. E kur të vi ai, do ta vërtetoj se bota është gabim në lidhje me mëkat, me drejtësi dhe me dënim. Në lidhje me mëkat, pse nuk besojnë në mua. Në lidhje me drejtësi, pse po shkoj tek ati dhe nuk do të më shihni më. Në lidhje me dënim, pse princi i kësaj bote u dënua. Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krisht. Me Shpirti Shenjtë brenda nesh na kallëzon të vërtetën. Na vërteton tri gjanat në lidhje me pashket e Jezusit. Krishti të fol për pashket e tia. Faktin që ka me shku në kryq, me ndru jetë, më ngjall, me fitu kundër vdekjes, me kenë lavdëruar për jatit e vetë. Edhe Shpirti Shenjtë na vërteton këto tri gjanat. Një gabim në lidhje me mëkat. Çdo mëkat që ne bëjmë në fundit është të lidhur me mosbesimin tonë. Besimi nuk është thjesht një ide. Besimi është mbështetja e jetës sonë në dashurinë e Krishtit, në personin e tij, në fuqinë, në fundit e Shpirtit Shenjtë që vetë Krishti na komunikon, na jep. Atëherë të dim këtë gjë qartë, çdo herë që ne mëkatojmë, është pse për pak ose për shumë shkëputemi prej kësaj marrëdhënie, dashurie, mbështetjeje në Jezusin. Edhe Shpirti Shenjtë nuk na kallëzon këto gjanat për të na shkatërruar. Shpirti Shenjtë na kallëzon të vërtetën plot me dashuri, plot me butësi, plot me shpresë. Sepse kur na kallëzon që ne gabojmë, nuk është për të na perullur në kuptimin e keqe të fjalës, por për të na bërë të përvojtur, do të thënë njerëz që nuk mbështeten në forcat e veta, por në forcën e Zotit, njerëz që e dinë edhe përjetojnë që Zoti nuk i gjykon ata, por që Zoti ka dëmshuri për ne, për mëkatet tona. Pastaj Shpirti Shenjtë na kallëzon, na vërteton që bota është në gabim në lidhjen me drejtësi. Se po shkoj tek ati dhe nuk do të më shihni më. Do të thënë në drejtësi, sepse ai nuk do të qëndrojë në kryq, nuk do të qëndrojë në varr, por ai do të ngjallet. Edhe kjo gjë do të thënë që jeta jonë të mbështetur në të, e dhuruar si jeta e tij, duke falur gjithmonë të tjerët, duke pranuar edhe dobësitë tona, duke jetuar në të vërtetën e Zotit, në dashurinë falas që ai ka për të gjithë njerëzit, kjo fiton kundër vdekjes. Vetëm dashuria e kryqëzuar fiton kundër vdekjes. Fjala e fundit e ka dashuria e Krishtit,
që falë gjithmonë, që shfaqson gjithmonë, që ka dëmshuri për të tjerët, edhe për armiqt. Atëherë që ne të duam ashtu, është e vetmja vërtet. Nëse ti ke këtë dashuri, ke këtë siguri, që kjo dashuri do të fitoj, nuk do të kalbet. Edhe gjë e tretë është që Shpirti i Shenjtë na kallëzon të vërtetën në lidhje me dënim, se princi i kësaj bote u dënua, që Krishti, fakti që ai ka mposhur vdekjen në kryq, na kallëzon që princi i kësaj bote, djalli, ai ka humbur betejën. Fjala e fundit nuk e ka mëkati, nuk e ka vdekja. Edhe Zoti do të bëj drejtësi me çdo do të ngushëlloj të pafajshëm. Ne dim sa gjana të vështira, të forta, të tmerrshme ndodhin në këtë botë. Fëmijët që janë të perdonu, gratë që nuk janë trajtuar sipas dinjitetit të vet, njerëzit që janë të përdorur si objektet, jo të dashur si njerëz, që kanë në vetveten, që janë tempull të Zotit, të Shpirtit të Shenjtë, që kanë një dinjitet të stërmadh. Zoti do të bëjë drejtësi. Edhe armiku jon i parë është djalli. Pastaj le ta dim, Zoti do të bëjë drejtësi edhe kundër ndjekësve e të keqit. Edhe ne sot mund të jemi edhe ndërto. Të Shpirti i Shenjtë është ai që na kallëzon. Kurajo, Zoti të don edhe një jetë e re është e mundshme. Në fuqinë e ngjalljes së Krishtit, ai ka mundësi me na bane njerëz të ri. Të kurajo, që lëvdu Krishti.